Do më thënë njeriu bardh diçka përtej materie, ka një dimenzion përtej kësaj materie. Kështu është edhe thelbi sot mes materializmit si ideologji dhe religionit ose gjitha feve në anën tjetër, sepse këtu fillon ajo pika e ndarjes. Në momentin që ne themi që njeriu nuk ka qenie një dimensionale, po është qenie ma shumë se një dimensionale dhe ka një dimension përtej materjes, automatikisht kështu shtrohet çështja e Zotit, çështja e fesë, sepse njeriu për çaq kohë që bardh diçka përtej materjes, ai do më thonë gjithmonë ka më mundu me pas një ndërlidhje të ngushtë me qatë pjesën jashtë materjes. Me materjen po se po, ato e shohim çdo ditë, por ka me synu diçka përtej materjes. Qysh kishim mujt me argumentu se ne bartim diçka përtej materjes? Janë tre argumente që na çojnë, na drejtojnë, na orientojnë ka ky kuptim. Le të shohim bashkë. Fakti i parë është sensi estetik i njeriut. Njeriu është qenie që din me vlerësu të bukurën, din me vlerësu artin, din me vlerësu pikturën, din me, si më thonë, mu fascinu me pejsazhin, dhe kjo nuk i ndodh asnjë gjallëse. Dhe kjo mendoj që e dallon ose jep njeriu një dimension jashtëzakonisht veçantë përtej materjes, përtej fizikës. Fakti i dytë ose shenja e dytë është mendimi abstrakt. Njeriu mund të diskutoj diçka abstrakte, mund të diskutoj ide, mund të mendoj, mund të shtjelloj diçka që është jashtë botës fizike, do është abstrakte. Për shembull, pyetjet mbi fatin e jetës, pyetjet mbi ka erë jeta, pyetjet se çka ndodh mas vdekjes, filozofia e jetës, pse ekziston kjo botë. Krejt këto pyetje, krejt këto kurreshtjet njeriut me zbulu, domethënë, këto enigma të natyrës abstrakte, i japin njeriut një dimenzion, domethënë, të fuqisë së tij abstrakte, jo veç fizike, çka nuk e posedon asnjë gjallësë tjetër. Dhe e treta, nevoja e njeriut për të dhënë kuptim ekzistencës. Ajo që themi shpesh, domethënë, njeriu është qenie që çdo veprimin këtë botë ka nevojë me dhënë kuptim. Ndërka që gjallësa tjera gjallnojnë mekanikisht dhe, si më thonë, e realizojnë veten mekanikisht, njeriu është qenie që funksionon mekanikisht, por kësaj mekanike gjithmonë i jep dimension edhe kuptimor, filozofik, mendor, le të themi edhe